Duhet që ndrojmë kundër të gjitha përpjekjeve, çdo përpjekje që synon të shkatroj jetën në dimensionin kulturor të fëmijëve tanë. E dini që këtu brenda, te ky projekt ligj socialist, sorosist, është një nen i cili synon ideologjizimin gjinor nëpërmjet edukimit në të gjithë zinxhirin, hallkat e zinxhirit para universitar, që nga shkollat e mesme deri në kopësht. Organizata LGBT do të shkojnë dhe i thonë djemve, mbase jeni vajza të lindura në trupat e gabuar. Ndaj miq, ne i themi sot jo. Çdo gjë që kërkon të deformoj, të shkatërroj, të përçulnoj natyrën hyjnore të krijimit. Zoti e bëri njeriu burr dhe grua. Unë i thirrje Kuvendit të Shqipërisë që orën e saj politike ta lidh në mënyrë të drejtë për drejtë, në unitet, me orën politike të partnerit më të madh strategjik të Shqipërisë dhe shqiptarëve, Shteteve Bashkuara të Amerikës. I kujtoj kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. I kujtoj sot kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në parlament, zotit Aulan Balla. I kujtoj sot kreu të parlamentit, zotit Niko Peleshi, dhe çdo deputeti, që presidenti Trump, vetëm disa muaj më parë, ka dalë me deklaratë që ekzistojnë vetëm 2 gjini. Ky projekt ligj vjen në përkufizime të reja. Gjinia nuk është më dimensioni natyror i krijimit të njeriu, por është një produkt social, është një produkt ndjenjash, një gjini fluide. Madje janë siguruar që të përdorin terma gjithëpërfshirëse, e ndërthurur dhe e përzierë. Unë po ju them që nuk ekziston asgjë për te burrit dhe gruas, mashkullit dhe femrës. Është përgjegjësia jonë sot si qytetar të mbajmë përgjegjës deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ne do t'jemi pasqyra ku ata duhet të shihen. E nëse ata shihen dhe kjo pasqyrë që jemi ne, dhe shohin veten e tyre të shëmtuar, diçka duhet ndryshojë tek ata. Ky projekt ligj nuk është projekt ligj shqiptar për shqiptarët. Ky është projekt ligj i huaj, është i kancer, është një trup i huaj, është një ndërhyrje në gjuhën tonë, në kulturën tonë, në traditën tonë. Është një ndërhyrje që bëhet ligjit. Kemi sanksione për njerëzit e lirë të cilët do të komunikojnë besimin e tyre. A e dini që rrezikohet liria e fesë për imamat dhe çdo besimtar musliman me këtë projekt ligj? A e dini që rrezikohet liria e besimit dhe mbrojtur në kushtetut për musliman dhe për të krishterë, për teistë që besojnë dhe për ateistë të cilët mendojnë në mënyrë tradicionale. Nëse dikush do thotë ka vetëm 2 gjini, nëse ka vetëm 2 gjini, do thotë dikush, dhe gjithçka tjetër është jo natyrë, jo e natyrshme, atëherë fillojnë sanksionet. Dhe e dini që këtu ka vendosur një nen për barrën e provës dhe thonë që paditësit të akuzuarit i bie barra e provës të tregojë që është i pafajshëm dhe jo akuzuesi. Pra i bie që unë dhe imamët dhe pastorët dhe priftrit, çdo besimtar dhe jo besimtar që beson tek disa norma të traditës që duhet ruhen dhe duhet mbrohen, të bredhim gjyqeve dhe të na nxjihet jeta. Pse? Sepse ka një agjendë, jo vetëm për shpopullimin e Shqipërisë, nderuar miq, por ka një agjendë e cila shkon më thellë akoma në ADN-n tonë. Agjenda për shkatrimin e familjes, agjenda për shkatrimin e binaritetit gjinis, mashkull-femër, agjenda për ndërtimin e njeriu. Thonja e vjetër komuniste ta ndërtoj njeriu e ri sipas ides komuniste, nuk është harruar, nuk është braktisur. Tani vjen marksizmi si marksizm kulturor. Tani gjua e përdorur dhe komunikuar duhet jetë politikisht korrekt. Dhe njerëzit duhet heqin dorë nga bindjet e ndërgjegjës së tyre, nga bindjet e tyre fetare, nga liria e tyre për të folur dhe për të komunikuar, sepse do të duhet të paguajnë një harat të rëndë në të kundër. Do të bredhin gjyqeve dhe shteti do të marrë fëmijët për t'i edukuar shtetin. Shteti bëhet pronari i fëmijëve, si kundër është bërë pronari pronave shqiptarëve, dhe me një të rëndë lapsit apo me shprehjen e një butoni vjen dhe ta prish shtëpinë. Nesër vjen dhe ta merr fëmijën. Dhe dini se çfarë ndodh? Nëse një baba apo një nën do që ta mbrojë fëmijën e vet në identitetin natyror, pra ti thot djalit djalë dhe vajzës vajzë. Nëse një moment caktuar djali ka një moment konfuzioni dhe shkolla, arsimtarët, psikologët e shkollës, të cilët janë të trajnuar nga organizata LGBT e marrin vesh. Shtetin Amerikë, shtetin Kanada, ja merr fëmijën prindit, e strehon të koqënat gjinore, edhe djeve i
injektojnë bllokues hormonal, që djemt nga mosha 6-7 vjeçare mos zhvillojnë në pubertetin e tyre si djem, por të rriten si vajza, derisa t'i çojnë drejt ndërhyrjeve kirurgjikale. Ky është genocid. Ky projekt ligj është genocid. Genocid ndaj fëmijëve, genocid ndaj shqiptarëve, genocidi më i thellë ndaj familjes. Ndaj ne themi jo këtij projekt ligji. Ky është projekt ligji më i tmerrshëm i pabarazisë dhe i diskriminimit të grave. A dini që këtu keni një mend të ky projekt ligji të Ulamballës? Veneni është transgenorizmi në sport. Ta duan që burrat të ndeshen me gratë në sport, transgjenorët të ndeshen me femrat në sport. Po ne dim që nuk ka barazin në sport. Ta kanë emetuar nenin barazia gjinore në sport. Nëse do kishte barazin në sport, nuk do kishte dy kategori, femrat dhe meshkujt. Pra këta projektojnë ligjin që diskriminon gratë në emrin e barazisë gjinore. Ta që duan ne japin barazi grave dhe burrave, këta diskriminojnë gratë. Edhe gjithë ato shoqata të shoqërisë ashtu quajtur civile të George Sorosit, ku janë ato gratë që heshtin tani? Heshtin sepse natyrisht fondet e USAID-it kanë përfunduar, kanë shterur dhe duhet përpiqen fort për të gjetur fonde të tjera për të mbajtur kauzën e tyre në këmbë dhe nëpërmjet këtij ligji sigurohen që të vijojnë mbijetesën e tyre. Nëse për disa grupe në Shqipëri, për këtu edhe deputetët e Somajtës, çështja dhe kauza kryesore janë parat. Për ne, kauza nuk janë parat zotëri. Për ne dhe për shqiptarët që duan shtëpinë, familjen, babën dhe nënën, fëmijët e tyre, kauza është kauza e jetës. Është mbrojtja e fëmijëve, është mbrojtja e familjeve, është lartësimi i kombit. Ta ne u thënë një herë. Ne i themi sot jo dhe një jo të plot këtij projekti ligji. Deputet socialist, shikoni thellë në ndërgjegjen tuaj në qoftë se ka mbetur pak jetë brenda saj. Shikoni thellë brenda ndërgjegjes tuaj dhe ka ardhur koha që të ky projektist të dilni jashtë rreshtit, të dilni jashtë porosisë së liderit suprem, të dilni jashtë rreshtit dhe të votoni për jetën tuaj, për fëmijët tuaj, për familjen tuaj. Ky projekti që ju keni sjellur në Kuvendin e Shqipërisë, që është projekti juaj, është projekti i Edi Ramës, është projekti i Ulamballës, është projekti i Ministrisë Antishëndetit, është projekti i George Sorosit dhe Alex Sorosit. Ky projekti duhet të ndalë dhe duhet të dalë jashtë parlamentit, jashtë Kuvendit të Shqipërisë. Dhe kjo është thirrja jonë. Ne do të qëndrojmë këtu sot për të thënë jo dhe jo këtij projekti. Ju jap fjalën Zoti Sabahuti.